diplomat, s'do ta them, afërsisht se ligji është mirë të referohet si që është, pra do të shtohet një pikë ku diplomat e mësuesve që kanë mbaruar sistemin arsimor para sistemit të Bolonjës, të mos kategorizohen sikur sistemi është tani në fuqi për kategorizimin e diplomave të arsimit lartë. Pra ne vetëm duam të mbrojmë këtë pjesë, sepse ka dhe një problem kur është hartuar VKM-ja nuk është pasur shumë parasysh edhe një ndryshim që është bërë në fakt me një ligji 69/2012 që është në fuqi për arsimin parauniversitar, në 2018 pati një ndryshim dhe ky ndryshim në fakt reflektoi në ligjin 48/2018. Pra ky ligj bëri ndryshime të ligjit 69/2012. Personeli mësimdhënësi ka përfunduar studimet universitare në ish institutet e larta pedagogjike, diploma e përfituar i njihet si arsim i lartë, 8 semestra për efekt page. Edhe këtu, domethënë kjo që unë lexova, për efekt page, sepse ligji në fakt i arsimit të lartë, diplomat i quan bachelor. Por për efekt page duhet i paguante si pas zërit të pagës 140 që është një drejtë e fituar në fakt dhe ju mohua. Po. Me situatën aktuale sot, si e shifni të ardhmen e arsimit? Pa investime do të jetë gjithmonë jo arsimi që kërkojnë prindrit, jo arsim konkurus. Në qoftë se do të presësh që investimi të vi vetëm nga familjet apo nga mësuesi, është unë di që shumë kolegë të mi i kanë blerë mjetet me qëllim që ne unë po t'jap një situatë. U bë disa vite që ne bëjmë vlerësim në një sistem, pra prindi të marri në kohë reale mungesën apo notën e fëmijës, po në fakt ne këtë nuk e bëjmë dot në kohë reale, sepse kjo u hodh si tezë, do bëhet shumë bë, dhe ndërkohë infrastruktura mungon. Ne të gjithë e plotësojmë të gjithë. Në pjesë të madhe dërmuese ne plotësojmë shtëpi. Do të thënë, thuhen disa gjëra të cilat nuk realizohen, nuk është e mundur të realizohen sepse nuk investojnë të realizohen. Pra, përdoret arsimi për propagandë. Unë tani jam e lodhur në fakt nga kjo situatë. Është situatë, jo vetëm unë, gjithë mësuesit janë të lodhur është si tallje me ne. Ne ndjemi të tallur me këtë situatë. Do të thënë, thuhen gjërat që nuk bëhen dot, është e vështirë të bëhen, po su investuan dhe jemi të pambështetur. Po cili është kuptimi të bërit deklaratat e tilla atë? Për vota, për të mbajtur pushtetin. Për çfarë? Është i qartë. Unë jam, të gjithë po e kuptojnë çfarë po ndodh. Po mban një pjesë, unë sot para se të vija tek ju, besoj, ju keni kërkuar të ketë mësuese, të ketë prindër të flasin. Më thuaj, arriti ndonjë mësuese të vi këtu? Pse është e vështirë të flasi sot mësuesi? Këtë uroj që ta kemi mësuesit në vite, mësuesve po bëhet presion në vendin e punës. Drejtorët politik në shkolla janë problem. Shkolla e drejtorëve është një problem. Investohet pa fund 12 kohorta, nuk e ti është rritur numri i mësuesve që duhet të shkojnë për të bërë drejtor. Drejtorët e thonë janë politik. Po patjetër që janë politik. Janë përzgjedhës për shkak të kontributit. Janë politik, drejtorët në shumicë janë politik. Në shumicë janë politik. Ndikin vijën e partisë në shkolla. Mesazhi i fundit që mundi përcjellni ndoshta institucioneve se me mësuesit është ai në vëmendje arsimit të pilotohet çdo reformë e ashtu quajtur, të mendohet, të thirren ekspert, të thirret dhe sindikata. Të themi dhe ne mendimin ton. Të flasim ne jemi profesorët e mësuesve. Ne jemi sindikata më e madhe në Tiranë. Madje ka dhe unë do bëj dhe një deklaratë dhe këtë mund ta shtjellojmë dhe në një moment tjetër. Patjetër, se më shumë zëva në bashkëpunim me ministrinë dhe me ish sindikatat e vjetra, ju mbajnë kuotër mësuesve kur ata nuk kanë firmosur, të jenë antar. Sindikata pa zë. Ministria do sindikata pa zë. Sindikatat që flasin, ministria nuk i do. Ju mbahen lek pra kuota mësuesve që nuk kanë firmosur asnjëherë për 2 sindikata.
me të drejtën që kur këta mësues, se një pjesë e mësuesve